Nuk është hera e parë që merkati i Juventusit sjellë rikthime idesh dhe pistash të vjetra. Shpesh emrat që janë kërkuar në të kaluarën rikthehen sërish në skenë dhe kështu po ndodh edhe me Granit Xhakën. Sipas Tuttosport, pista Xhaka është i hapur me seriozitet, me Juventusin që tani është e vetëdijshëm që duhet të ndërhyjë në merkato. Arsyeja që transferimi nuk u finalizua në verë lidhe me moshën e lojtarit dhe çmimi prej 15 milionë euro që kërkonte Bayer Leverkusen, gjë që la Xhakën jashtë listës së prioriteteve. Ndërkohë situata në fushë ka ndryshuar. Drejtuesi Komoli duket se ka reflektuar dhe trajneri Luciano Spalletti ka nevojë për një lider të ri në mesfushë. Tandemi Locatelli-Thuram nuk po mjafton më, ndërkohë që Xhaka duket si profili ideal për të sjellë eksperiencë dhe personalitet, me formacion e ri 4-3-3 që pritet të ndërtojë trajneri. Forma e mirë që Xhaka ka treguar me Sunderlandin ka bërë që agjentët e tij të aktivizohen dhe të testojnë interesin e klubeve të mëdha europiane. Këtë herë Juventus duket gati të bërë seriozisht përmes fushës e kombëtares së Zvicrës, i cili mund të bëjë një element kyç në projektin e ri teknik të trajnerit Spalletti.